Në mëngjesin e të mërkurës, policia u azuri dyer disa argjendarive dhe shtëpive private në Prizren. Pikërisht këtu në rrugën Adem Jashari gjatë së mërkurës ka ndodhur një aksion i policisë së Kosovës së bashku me prokurorinë e 6 biznese dhe në 3 shtëpi këtu në Prizren. Këtu po dyshohet se po kryhet një veprimtari e jashtëligjshme. Aksioni i policisë u zhvillua në ndyshimin se bizneset po krynin një veprimtari ilegale duke mos i deklaruar mallat dhe duke u shmangur tatimeve. Në lokale janë gjetur dhe sekuestruar rreth 3 kg 775 gram ari i pa deklaruar, mbi 4 kg 204 gram argjend, të cilat kapin vlerën e 463.900 euro. Gjithashtu sekuestruan edhe armë zjarri. Po ashtu gjatë kontrolleve në 2 lokacione të ndryshme janë gjetur dhe sekuestruar 2 armë pistoleta pa leje dhe është iniciuar rast për veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 të KPRK-s. Të dyshuarit janë shoqëruar në stacionin policor, ndërsa pas intervistimit me vendim të prokurorit, rasti është proceduar në procedurë të rregullt.